me që filloj shiu ti zoti operator, ne avash se kemi kërin këtu në dorë. Miq të Agon Blues, sot kemi dalë në teren dhe jemi pikërisht tuk tek zona e Kalit të Trojës, që i themi në Vlorë. Ore, vrasi më një pse i thonë zona e Kalit të Trojës. Ne do të pyesim pak qytetarët e Vlorës në lidhje me temën se përndarjet që bëhen, njerëzit si vlerësojnë nga statuset, se je ministër, nderohesh, respektohesh më shumë, se je drejtor, respektohesh më shumë, po je hallexhi, nuk të respektojnë. Pra, njeriu vlerësohet nga statuset. A mu ta uli pak çadrën një pyetje? Nuk, pra gocat nuk pranuan ta ulin çadrën. Ndërkohë shi zbie, apo jo? Jo, zbie. Ti beso ndjen pika shiu? Jo. Me qa shikoj unë këtu ku kemi dalë në Morbir, që nga shumë dobët. Si jeni? A tu a bëjmë një pyetje? Jemi nga Tirana, që Po nga Tirana, më mirë. Njerëzit ndahen nga statuset, për shumë, je ministër, respektohesh më shumë, je hallexhi. Po normal që ndahen. Se kështu? Po ndalla e verëgjim, si më të kështu. Mojnë që për të vjella kanë mene. Faleminderit. Mire ka. Kishte ardhur nga Tirana zotëria në Vlorë, se di për pushime, për qef. Nëse rëndësi ka, ja kalim pa këtu. Përshëndetje, si jeni? Një pyetje. Njerëzit këtu në Shqipëri vlerësojnë më shumë nga statuset, për shembull është drejtor, është ministër, e shkojmë si ndryshe. Një qytetar të thjesht e në vlerësojmë, pse duhet jetë kështu? Mirë është t'i vlerësojnë të gjithë, sepse dhe ata të thjeshtët kanë një origjinë të mirë. Mund t'jenë fëmijë dëshmorës të luftës së 20-s të këtyre prapë, s'kanë patur mundësi ose aftësi për të vajtë në poste. Në misi ty për shumë të vlerësojnë se ke një detyrë, apo kur nuk ke të vlerësojnë? Kur nuk ke, nuk të flasin dhe me gojnë rase u ke bërë ndere, varet nga edukata që ka. Në rast se ti bësh ministër sot, çfarë do thonë shokët dhe miqtë këtu? Do flasin shumë mirë dhe do burri nderuar, do na falë që kemi patur dhe halle e nuk të kemi bërë, se dinim që ishe ka që mënqure. Pra radhat e shtëpia aty poshtë do Po është ky koncept vazhdon gjithmonë. Shikojnë interes. Nuk shikojnë misin. Jo, nuk shohin. Po kur je i mirë, duan të të bëjnë dhe ata që s'kan dashur. Duke që ishin mënqure, vajtin detyra e nuk të. Dhe mos t'jesh i mënqur, po mojnë detyrë do thonë. Po të vlerësojnë. Çfarë burri mirë. Se vajti ministër, vajti drejtor. Po kush e vuri partia. Faleminderit, ti jesh mirë. Shëndet, qofshi mirë. Jesh mirë. Jo, ka të drejtë, se unë sot bëj ministër, apo zotëria do bëj ministër. E di si do ishte radha e misis. Nga këtu edhe kështesh i flamurit do na kërkonin, por kur s'ke status, aty duke shoqëria, kur nuk ke status. Si e? Ta bëjmë një pyetje? Ta bëjmë një pyetje? Mirë. Për falë, këtë drejtë. Më harove. Mirë, normal se na që njojmë mjezit edhe s'duan dalin e ekranove. Ela jeti moj goc, ela je. Me që po bie shi, që do bëjmë? Me të larë vajti sot. Kthe pak të lutem regjia kamrën ande nga zotrint. Ja, qytetarët e Vlorës si e kalojnë kohën e lirë. E vetmja mundësi është vetëm të lozim si e. Ta bëjmë një pyetje. Ja, një pyetje. Një të vogël. Në rast se ti bësh ministër sot, shoqëria do të vlerësoj më shumë? Po, patjetër që po. Po sot që ti s'ke një detyrë, kanë të shikojnë, të vlerësojnë si e? Tani kam ata shok që kam, po besoj që kur të bëhem, besoj ministër do kem dhe më shumë, po prap. Po ata do jenë për interes, apo? Po. Mendoj unë. Po. Çdo gjë bëva ke, kalofshi mirë. Kalofsh mirë dhe ti. A dhe drejt, do shtohet shoqëria. Po s'ka gjë më ne beso, more mos e mërzit, more bjallë. Hajtë majmë qikë të zotrinë. Si e? Ta bëj një pyetje
ne kemi në lidhje në rast se ti sot bëhesh ministër, shoqëria do të vlerësoj më shumë me një detyrë. Si vlerësoj një? Qarë televizionin e një. Bluja, vlerësoj nga postet më shumë njerëzit. Këtu është llumi i gjithë botës, që në kryeministri e. Faleminderit. Nëse, opinioni ti dhe mendimi ti. Si jeni? Të bëjmë një pyetje? Në njerëzit sot vlerësojnë nga statuset në rast se ti sot bëhesh ministër, shoqëria do kujtohet për ty, misia më shumë apo? Është interesi në mes më shumë apo? Po, djeta i më bëtë interesi. Që bëtë interesi? Normal interesi. Çfarë bën posti më djalosh, të ndryshon. Nga më parë që aje tavë me kos, fillon peshke dhe karkaleca. Si e? Mirë, si ke qëndi? Inshallah. Një ka posh deti për vitin e ri. Mace? Se kësha gjuar të na japin e mace për vitin e ri. Çfaj ka mace e shkret? Si e? Ta bëjmë një pyetje. Njerëzit sot vlerësojnë për statusin më shumë. Mos e bëj fare. Mos se bëjë fare, pyetje no... Varë shkolla? Mirë kaluat sot? Bravo. U lodhe? Mirë, ja, qa do për? Me popullin, qa e malet? Ditë shiu sot, nuk ka ritëm. Më shumë ka trafik në qytetin ton, të bukur të Vlorës. Dino një këngë polifonike, nderuar operator? Foli Dajus. Operatori sa po i foli Dajua dhe ka pak punë, po bisedojnë bashkë të dy. Atere, po ti i fole Dajus, ore? Si jeni? Nuk shla. Si e, të bëjmë një pyetje? S'po bezdis. Se qa ka ndodhur, po vjen policia. Trafik. Ore, po të qimë dalje nga krau tjetër, si thua? Si e? Po këte e s'paskë. Diçka mund ke ndodhur... Do të kalem, apo? Shalli mu? Se më na shtypin ore, se... Hajde, op! Ja, po kalojmë rrugën, po kalojmë nga krau i tjetër. Se zë... Si ishte kjo? 5 euro me t'i ka thoru, shkuet Vlora. Zblem do t'a shpisot. Jo. Ne mbetëm pa martuar, qa? Po, Vlorën e morën 10 veta që të flasu. Këtë drejt. Qa do flasim ne? Si e? Të bëj një pyetje. Po, lëra, mos më bëj pyetje. Ure kapitalistin të gjeneruar. Po. Mirje. Po, ju janë reklamat, po. E kuptova. Si e? Jo mua, mos më kap. Kështu e qenë ka sot, mos më kap mo, bo. Si e? Ta bëj një pyetje. Njerëzit sot vlerësojnë nga statusi, në rast se ti sot bëhesh ministër. Miqtë dhe shokët e tu do kujtohen për ty? Hiç fare as vëllai. Në rast se ti ke një detyrë sot me një post. Unë të them dhe vëllai do më thej kratë. Do të krahas se do bësh ministër apo do? Jo, nuk do më qasi mua për një hanë që ke mund. Po. A ma bërë në seksa, në drejtim ma bërë e pyetje. Jo, thashëm, në rast se ti sot bëhesh ministër. Po. Ndryshon statusi, nga një qytetar i thjesht. Po. Misia jote do interesohet më shumë për ty. Do thot, po çfarë ti e meritone. Po të paktën do gëzojnë. Do gëzojnë. Do gëzojnë, pse mos të gëzojnë. Do kujtojnë për ty më shumë pastaj. Tani, do futem, po pa tjetër, jo, do jam punë time ata punë e tyre. Po puna është që... Do thonë ata na i vend punë se kam djalin që pa punë, kam vajzën e këto gjëra të tjera. Po ato janë të normale, i bëjnë dhe të tjeta ndë jo ne, po. Interesin. Po unë do ruaj karrigen.
Po Do të thënë do të zbatoj ligjin. njeriu e vlerëson sipas statusit që ka. Do mos thosë se një që bëhet ministër ka dhe merita, apo jo? Nuk bëhet një nëse vjetë në një me këtu me thënë në këta që i bëjnë këta, do me thënë merë që i thonë asaj, Daud e bëne, që i thonë, nuk e di që i thonë. Ne Daud, merë ande hitë këtej, do me thënë. Po këto ndodhin këtu, që gjithë ndodhë këtu. Po, Shqipëri. Shqipëri e satë. Të shëndet, jesh mirë. Pra, kjo është se s'po e kupton dhe zotëria, që më thosha në rast se ti sot me statusin, e me Rama në telefon, o zotëria, sot ti sot je ministri drejtësisë edhe do të japësh dum edhe zgjidhje partisë, në fakt, popullit shqiptar për ta drejtuar sa më mirë. Si jeni, du bëjmë një pyetje. Gjithmonë rinia ka turpolla, nuk e kuptoj të. Pse kështu? Këta janë të huaj, si jeni, mirë, mirë. Po. Ky zotëria ka premisa për ministr. Si jeni, një pyetje, në rast se sot të thonë ti do bëhesh ministër, do ndryshoj statusit miqt, shokët, do kujtojnë më shumë për ty? Do na i kam damlan. Pikrisht do kujtojnë sepse kanë interes. Po tani kujtojnë? Po tani as duan të di se kush jam. Inshallah bësh ministër ti ta shikojnë. Inshallah të lumt goja. Jesh mirë, faleminderit. S'kujtojnë, ja, për ne, për mua dhe për ty, besa nuk kujtojnë njeri. Te bluja. Te bluja. Ta bëj një pyetje? Në rast se ti sot të me Rama thot, ti do bëhesh ministër. Ndryshon statusi yt, nga qytetari thjesht ministër, shokët dhe miqt, do kujtojnë më shumë për ty? Ndoshta edhe mbase. Si di ata si normale. Kur je keq s'të duan. Kur je besh mirë. Njëri që ti e keq sot, kujtohet njëri për ty? Jo, shumë rrallë. Më shumë shoqëri ngushtë. Pse është ky lloj interesi, më thon, kur ti ke, të duan, kur ti s'ke, nuk është interesi në pjesë. Po, çdo gjë është interesi, valla. Pra çdo gjë është fasad, kur po normale, për interes, po. Faleminderit. Faleminderit dhe juve. Të pakët janë ata njerëz që mund të duan, mund të të vlerësojnë kur ti nuk ke një status, je një njeri i thjesht ke sinqeritetin, zemrën e mirë. Si thaj, buk e krip e zemër. Pra, me qa shikojmë tani, po fillon dhe pak lëvizja këtu në Vlorë, mirë, se jemi dhe në muajin dhjetor në ditë festash, erdhi viti i ri, ka posë që do bëhet gati, pule detit, ja të pjesin ta ministrat e arshëm. Një pyetje doja nga ju, në rast se sot ju me Rama do bëni ministra, ndryshton statusi juaj, shoqëria do mendoj më shumë për ju, se sa mendon të Unë njerë po të më kërkoj për ministrë, ja plafi nuk vete ministrë. Ja mirë atje me lopë, me këto që ndodhë në atje, jo së vete unë ministrë. Po da i firmon si këtu ti? E pyet njeri fatën kur vjen barjami. Ashtu, e bukur. Po ju, do mendon më shumë shoqëria për ju në rast se ti me një status tjetër. Ti je qytetar i thjeshtë. Po. Sa mendon për ty misia, të afërmit, kujtojnë? Mendoj që t'jem mirë. Po. Mos përke mas në gjithë, për mendoj t'jem mirë. Falenderoj shumë. Jesh mirë, do e sëndet. Falenderit. Ledjo, nuk kemi të Arjan Çani këtu. Unë mendoj i dashur operator se besoj se mjaftojnë intervistat që me qytetarët e Vlorës, me qytetarët të mirë të vendit tonë, ndonjë edhe për te shakave që mund bëjmë me ta, por disa të vërteta të cilat janë të hidhura, po janë të vërteta, se sot vështirë se gjenë misin e mirë dhe të sinqert, dhe njerëzit nuk duhet i vlerësojmë nga statuset që ata kanë, se bie fjala ti je ministër, e duhet vlerësojmë si ministër, e kur je qytetar i thjesht nuk duhet kujtojmë për ty dhe të vlerësojmë. Duhet t'i vlerësojmë dhe t'i duam njerëzit për zemrën, për mirësitë dhe për fjalën e mirë që njeriu mund të ketë. Miru pafshim!